Eva Alika është një nga figurat më të dashurat e ekranit. Interpretimet e saj në teatr dhe kinematografi ende shihen me shumë kënaqësi. Edhe pse Eva ka dashur të mbajë gjithmonë hermetike jetën e saj private, vjen një moment që një artist ndihet mirë kur i hap zemrën publikut dhe këtë gjë ka bërë edhe aktoria. Ajo fillimisht ka folur për një dashuri të madhe në jetën e saj, që ka qenë dashuria me aktorin Ndriçim Xhepa. Eva është shprehur se ajo ka qenë dashuria më e madhe e jetës së saj. Lidhja ka zgjatur rreth 2 vite, por ato nuk mundun që ta finalizojnë asnjëherë dashurinë me martesë. Një nga arsyet, sipas aktores, është sepse mamaja e Ndriçimit nuk kishte dëshirë që Eva të bëhej bashkëshortja e djalit të saj. Me zemër të thyer pas ndarjes, Eva u zhvendos në Vjenë, aty ku u martua dhe i erdhi në jetë një djalë. Por pas disa vitesh, çifti u nda dhe Eva e ka rritur djalin si nënë e vetme. Tashmë djali i Evës studion dhe jeton në Gjermani, ndërsa aktoria bën jetën midis Shqipërisë dhe Vjenës. Megjithatë, në jetë kur nuk mund të thuash kur, sepse Eva asnjëherë nuk do ta mendonte që në moshën 64 vjeçare do ta takonte dikë që do ta bënte kaq të lumtur. Burime pranë aktores janë shprehur se Eva është në lidhje me një biznesmen shumë të suksesshëm nga Vjena. Takimi i tyre ka qenë rastësor mes miqtë të përbashkët, por ndjenja që ka lindur pas atij takimi ka qenë e jashtëzakonshme. Biznesmeni është kokë e këmbë i dashuruar me aktoren shqiptare dhe i ka dhuruar asaj një jetë e re. Të periudhë po e konsiderojmë si fejes, është shprehur Eva, ndërsa në momentin që do të vendosim të martohemi, do të bëjmë një dasëm shumë të madhe. Nuk e kam menduar asnjëherë që në këtë periudhë të jetës do të gjeja dikë që më donte kaq shumë dhe që do të më bënte kaq të lumtur, është shprehur aktoria.